Shqipëria me çmimet në Kupë të Qellit, nuk e di si jetoni ju që jetoni atje, pa lere turistit, se turisti në fund të ditës e ka vendosur që do shkojë do harxojë një tot lek. Pastaj do kthehet në shtëpi, do marr rrogën e vet europiane, është okay. Ndërsa ju që jetoni atje me rroga mjaft të ulta, në krahasim me stilin e jetesës që është bërë shumë i shtrenjtë, nuk e di si e përballoni, vërtet nuk e di. E kam një hall. A e dini se për të paktën 150 produkte të konsumit të përditshëm, ne paguajmë 80% më shumë se në Evropë. Nga 150 produkte, asnjëri prej tyre nuk shitet më lirë në Shqipëri krahasuar me Bashkimin Evropian. Jemi më të shtrenjtë edhe se rajoni, Kosova, Serbia. Themra e akilit është mungesa e konkurrencës në treg. Prodhimi vendas në Serbi është shumë herë më i rëndësishëm se sa madhërat e importit. Tregu shqiptar në marketet që ne kemi dominohet nga 4-5 operatorë. Shteti ka të gjitha mekanizmat. Shteti nuk e ka vënë re këtë fenomen, nuk do ta shohë këtë fenomen, apo së pari kompanitë nuk kanë asnjë lloj frike ndaj shtetit, dhe nga ana tjetër shteti është krejtësisht i pafuqishëm dhe krejtësisht inekzistent për të ndërhyrë në treg në situata të tilla. Ka pasur një premtim të hershëm të qeverisë socialiste për uljen e TVSH-s për ushqimet bazë. Premtimi i pambajtur. Nuk është zgjidhja e problemit që ne po diskutojmë. Profesori ju e përmendet pak më parë këtë apatinë e njerëzve. Në Shqipëri ka një shprehje çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Nëse do krahasonim një situatë të tillë me çfarë ndodh në Francë, u dojsh Parisi, duhet të bëhemi edhe ne pak europian. Unë shpresën e shoh vetëm tek zëri i qytetarëve. Na ndiqni.